Bashkimi Evropian tha se arrestimi I fundit nga Serbia një veterani të ushtrisë lejmtare të Kosovës është një shkelje tjetër e obligimeve të Serbisë së marrëveshjes për dialogun dhe drejtësinë në vitin 2015. Sipas kësaj marrëveshje, Serbia është zotuar që të mos iniciojë hetime penale apo ndjekje penale për krime që pretendohet se janë kryer në Kosovë, përveç nëse një gjë e tillë kërkohet nga autoritetet e Kosovës. Jurisdiksioni mbi pretendimet për krime lufte dhe vepra të tjera serioze bien edhe mbi institucionet e Kosovës. I bëjmë thirrje Serbisë që të respektojë zotimet e saj, ka thënë një zëdhënës I Komisionit Evropian për media. Në 5 shkurt, autoritetet e Serbisë arrestuan Miteha Lojanin në të hyrë të territorit serb nga kufiri me Kroatinë. Ai sipas autoriteteve në Beograd dyshohet për krime kundër popullatës civile. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka kërkuar angazhimin e bashkësisë ndërkombëtare lidhur me këtë rast. Sipas Serbisë, I arrestuari dyshohet se ka kryer trajnime si pjesëtar I UÇK-s e I zonës operative të Dukagjinit në vitet 1998-1999, pas së cilave ka marrë pjesë në sulme terroriste kundër anëtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme serbe dhe I ushtrisë jugoslave. Në njoftim thuhet po ashtu se si antar I grupit të komanduar nga Ramush Haradinaj, ai ka marrë pjesë në rrëmbimin e masakrimit e policëve serb. Serbia ka arrestuar vazhdimisht shtetas të Kosovës në pretendimin për krime lufte në Kosovë në vitet 1998-1999 dhe vetëm në vitin 2025 u regjistruan disa arrestime të reja. Serbia gjatë viteve 90 u karakterizoi UÇK-n si organizatë terroriste, ndërsa për Kosovën, ushtria shlirimtare e Kosovës është organizata që mbrojti popullsinë lokale nga represioni I forcave të armatosura jugoslave.